të vritesh për një kafe, në fakt, kështu është shpërndar në opinionin publik. Por ajo që do të shpjegojmë, është fakti se nuk mund të ndodhi një vrasje e tillë në mënyrë të rastësishme. Ashtu si që kemi thënë dhe herë të tjera në këtë emision, KÇK, shpërndarja e armëve është thjesht një probabilitet i mundshëm t'i çojë të rinjt në vrasje të tilla. Por i marrim me radhë, çfarë ndodhi në Manzë atë natë? Dikush mendon se në një vend si Shqipëria, ku gjakrat nxehen më shpejt se ekspresi i kafes, një kërkesë thjesht mund të kthehet në konflikt me armë. Orët e para të mëngjesit të një të mërkure në tetor 2025, Manza zgjohet si asnjëherë tjetër në shumë vite. Vrasjet në Manzë datonin shumë vite më parë dhe për 2 dekada nuk ishin regjistruar të tilla. Ora ishte rreth 1:45 minuta e mëngjesit. Një grindje e vogël që përfundon me 2 të vrarë. Në një lokal pranë karburantit të zonës, Daniel Pepa, 21 vjeç, kërkon me ngul një kafe. Ndonë se makina e ekspresit ishte fikur prej mesnate. Kamarieri siç rrëfen në dëshminë e tij tha se duhej kohë për të ngrorë, por refuzimi ndezi një debat që shpejt u kthye në fyerje dhe kërcënime. Në tavolinën ngjitur ndodhej Flori Paluçi, 33 vjeç, një banor i zonës që ndërhyri për të mbrojtur kamarierin. Mos e fyej, ai po bën punën e vet, tha. Kaq mjafton. Fjalët kthehen në britma. Britmat në grushta e pak sekonda më vonë në krisma. Sipas hetimit paraprak, Paluçi qëlloni pari duke lënë të vrarë Aranit Kurtin, mikun e Danielit. Por me njëherë pas tij, Daniel Pepa nxjerr armën dhe qëllon për vdekje Paluçi. Daniel Pepa largohet, ndërsa sot është në kërkim. Banorët e Manzës e përshkruajnë si një ngjarje të pabesueshme, një absurditet që askush nuk e shpjegon dot, si mund të shkojë deri aty njeriu për një kafe. Por ai ishte kjo një histori e një nate të keqe. Ashtu siç policia e shpjegon, njeriu i cili u konfliktua me të rinjt që erdhën klient të mëvonshëm në atë lokal, nuk ishte ai. Qendra e fyerjeve ishte kamarieri. Pra, mënyra pse ndërhyri ishte se u fye për qëndrimin që ata kishin për një person që po rrinte në tavolinë me të. Kjo në fakt mund të tregoj një ego personale të një individi, por nga ana tjetër tregon edhe një mënyrë të fshehtë për mospëlqimin e sjelljes së tyre, jo vetëm në atë lokal, por në fshat në përgjithësi, në Manzë. Në një zonë si Manza, njerëzit zakonisht njohin fytyrat e njëri tjetrit, sidomos meshkujt e moshës 20 deri në 35 vjeç që frekuentojnë të njëjtat ambiente, lokale, karburante, rrugë e të tjera. Pra mund të themi se probabiliteti që ata ta kenë parë njëri tjetrin më parë, edhe pa u njohur personalisht, është shumë i lartë. Por kjo jo detyrimisht do të thotë njohje personale apo ndonjë konflikt më i hershëm. Nga hetimet që dihen publikisht, nuk ka prova për konflikt paraprak. Ata nuk kanë patur mosmarrveshje, borxhe apo përplasje. Në kushte të tilla, probabiliteti që një grindje për kafe të ndodhë krejt rastësisht pa ndonjë prapaskenë është i lartë. Rreth 70-80% sipas modeleve të analizës së krimit spontan. Pra kjo përplasje nuk ishte e planifikuar, por ndodhi nga një përkim i sjelljeve impulsive në të njëjtën vend dhe kohë. Në një model probabilistik mund të përfiturojmë disa kushte që duhen për të ndodhur një ngjarje si kjo. Persona impulsiv që takohen në të njëjtin vend, paktën njëri ka armë, ndodh provokimi verbal që shihet si fyerje. Të dy reagojnë emocionalisht pa ndërmjetësim, pa kontroll emocional. Askush nuk ndalon konfliktin, pa ndërhyrje efektive. Nëse i shumëzojmë këta faktorë, po mund të themi që përplasja do të ishte e paevitueshme, një ngjarje e rrallë por jo e pamundur, sepse atë natë, për herë të parë, Daniel Pepa ishte i irrituar për një kafe. Kamarieria refuzon për kafe në mënyrë të drejtë, sepse rastësisht e kishte fikur ekspresin për mos harxhuar energji elektrike dhe nuk priste klient, sepse jemi në Manzë. Në probabilitet, kriminalistët më të mëdhenj në botë për ngjarje të tilla kanë një përcaktim: bashkimi i varur i ngjarjeve të rralla. Forcat e tyre absolutisht
ishin provuar edhe më parë, sepse kanë kohë që në Manz ata qarkullojnë të armatosur. Mund ta kishin parë edhe herë tjetër njëri tjetrin, por nuk i kishin patur arsyet për t'u grindur. Ai mëngjes ishte arsyeja për të matur forcat e tyre se kujt do t'i shkonte fjala. Një nga viktimat ishte vetëm, e tjetri sërriti miq dhe shokët e tij. Manza ndodhet në qarkun e Durrësit, në perëndim të Shqipërisë. Duket larg kryeqytetit, por distanca është kohë e lëvizjes, rreth 32 kilometra nga kryeqyteti Tiranë. Zona ka pjesë nivel tokë fushore pranë Bregdetit dhe pjesë më kodrinore që shtrihet drejt zonave të brendshme. Vendbanimet janë tokë e vreshta dhe zona që shfrytëzohen për Bregdet dhe turizëm. Bujësia është një prej aktiviteteve kryesore, pemtarin, ullishtet, vreshtat, pemë të tjera. Kur përmendet Manza, askujt nuk i shkon në mendje se është Bregdeti Adriatik. Statistikat tregojnë për një popullsi më 2023-shin, 7.185 banor në njësinë administrative Manz. Këtë paraqitje të Manzës po e bëjmë për një arsye të veçantë, për arsyen se sa e bekuar dhe e begatë është kjo zonë. Në çdo moment ajo mund të ishte fitimprurse dhe një thesar i vogël, por jo i madh për çdo banor që kanë pronësi toka në atë vend. Por në fakt ndodh e kundërta. Asnjë i ri nuk do që të merret me këtë tokë, po kërkojnë thesarin e madh, thesarin që t'jep rrjeti i drogës. Të gjithë duan të merren me angazhim në struktura, në rrjete kriminale ose aktivitete të tjera. Në qarkun e Durrësit që përfshin Manzën, raportet tregojnë se nga viti 2021 deri në 2024 mbetet një ndër qarqet me vlerë më të lartë kriminaliteti afërsisht 196 krime për 100.000 banor. Por po të shohësh goditet në Manz i fundit që është kryer, mbetet në 2023-shin për një arrest për armëmbajtje pa leje. Edhe pse shpeshe raportohet se në Manz ndodhin incidente sidomos të lidhura me armë dhe trafik drogë, por në Manz vërtet nuk ndodhin krime si kjo e kësaj që kemi marrë në shqyrtim për një arsye. Aty banorët e zonës njihen për shkak të numrit vogël të popullsisë, janë të afërm, pjesa dërmuese dhe një pjesë tjetër njihen për shkak punëve të ndryshme që bëjnë në bujqësi dhe blegtori. Pra më parë në fshatrat e kësaj zone nuk kanë ndodhur krime, përveç se ndonjë ndodhur dekada më parë. Në Manz gjithçka ndahet edhe me agresivitetin dhe vrasësinë që ka si një zonë. Nuk tolerohet fyerja dhe dhuna. Dhe këto përbëjnë shkaqe reale për të ruajtur gjithsecilin si individ apo familje, pavarësisht numrit të anëtarëve të familjes, reputacionin e vet në zonë. Pra shkurt, gjithsecili shikon punën e vet në Manz. Jashtë Manzës, kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian, ata zhvillojnë aktivitet kriminal. Mbetemi te probabiliteti. Nuk mund ta shohim si një vrasje për një kafe. Mund ta shohim si një probabilitet të tillë. Një kafe në Manz, ora 1:30 e mëngjesit. Një kamarier dhe 3 klientë. 3 klientë janë të armatosur. A nuk është kjo një mënyrë që tregon se shteti aty ka vite që nuk ekziston? E shteti dhe policia, pavarësisht se ka një komisariat, e ka edhe rajone policie në këtë zonë, nuk e kanë bërë kurrë detyrën e tyre. Në vende të tilla ka një probabilitet që historitë të përfundojnë kështu. Në Shqipëri është gjithmonë një çështje kohe që të rinjt të përplasen me armë zjarri dhe të vrasin njëri tjetrin pavarësisht se për çfarë nis konflikti. Por për të gjetur një probabilitet konkret, duke larguar fare nga ajo që ndodhi në Manz, ngelimi vetëm tek armëmbajtja pa leje në përgjithësi. Marrim supozime të qarta sepse nga informacioni që jepet nxirret dhe një vlerë matematikore. Do duket pak e çuditshme, por matematika është pjesë e hetimeve dhe e studimeve ndaj krimit në të gjithë botën. Në një lokal ka 4 persona. 3 prej tyre kanë armë dhe 1 prej tyre është kamarier në punën e tij. Ata njohin njëri tjetrin, por janë 2 miq në një tavolinë dhe 2 të tjerë në një tavolinë tjetër. Ekziston një probabilitet që çdo person i armatosur të bëhet agresiv ose të qellojë pa provokim. Nëse një person qellon, ka një probabilitet që dikush tjetër të përgjigjet me zjarr. Përleshja mund të përfundojë me të paktën një viktim, ndërsa në rastin konkret u regjistruan 2. Nëse secili nga 3 personat e armatosur
ka shans të fillojë një konflikt, atëherë probabiliteti që të paktën njëri prej tyre ta bëjë këtë është në përqindje të madhe. Po ta bësh një ekuacion, mbetet se në lokalet shqiptare ka gjithmonë klient armatosur, ka 10% shans që dikush të fillojë një konflikt. Ka 80% shans që përleshja të përfundojë me vdekje. Në total në Shqipëri, në bazë edhe të një analize risku, është se çdo ditë ka rreth 21% mundësi që të rinj të përfshihen në grindje dhe të përdorin armët. Mbetemi tek njeriu i cili është sot në kërkim, 21 vjeçar. Ai që kreu vrasjen. Me dy të shtëna, qëllon mbi një person. E realizon atë që ka në kokë. Pra vrasja është me dashje. Mund të mos jetë me paramendim se ndodhi në një konflikt e sipër. Por me dashje është. Kjo është akuza që është ngritur dhe mbi të. Por çfarë rastësie 21 vjeç që mund të qëlloj për herë të parë me pistolet dhe kryen një vrasje. Çfarë mundësie mund të ketë kjo? Po sa gjak ftohtë. Largohet nga vendi i ngjarjes me një shok të tij. Po t'i ndodhte dikujt tjetër që do të ishte i rastësishëm, jo vetëm që nuk do të largohej nga vendngjarja, por do të tromaksej, do të tronditej nga një mënyrë se çfarë ndodhi dhe që realizoi një vrasje dhe i u vra një shok. Këto nuk janë gjëra që një njeri normal mund t'i kaloj për pak sekonda. Ama një gjak ftohtë, një njeri i cili e ka ndarë mendjen të jetë në botën e krimit, mund të mendojë në mënyrë të tillë. Një prej djemve që qëlloi është vetëm 21 vjeç. Mbi të është ngritur akuza e vrasjes me dashje. Por sa e mundshme ishte që ky 21 vjeçar pa eksperiencë në krime të reagojë me gjaktotësi vdekjeprurse deri në një situatë kaq ekstreme. Për ta kuptuar mirë duhet të analizojmë në dy nivele, psikologjik dhe praktik. Në situata të tilla, njeriu kalon në modalitetin e mbijetesës, fight or flight, lufto ose fluturo. 90% e njerëzve ngrin për disa sekonda të tronditur nga befasia. Vetëm 10% e indivindëve janë në gjendje të reagojnë menjëherë, qoftë sepse kanë patur më parë përvoja me dhunë, qoftë sepse kanë tip karakteri impulsiv dhe adrenalin të lartë. Pra, probabiliteti 21 vjeçarit pa trajnim ushtarak apo eksperiencë kriminale të reagojë me armë menjëherë pas një vrasje është rreth 5 deri në 10%. Megjithatë, nëse është rritur në një mjedis ku arma është e pranishme dhe ku reagimi është pjesë e kulturës së respektit, ky shans rritet ndjeshëm deri në 20 deri në 30% për të rinjtë e tjerë. Në rastet e para që një person qëllon me armë, ndodhin disa gjëra. Trupi përjeton efektet ku shikimi ngushtohet dhe perceptimi i kohës shtrembrohet. Duart dridhen, frymarrja përshpejtohet dhe kontrolli mbi saktësinë bie. Në distanca të afërta, 1 deri në 3 metra, edhe një qitës i papërvojë mund godas fatalisht thjesht sepse objektivi është shumë pranë. Pra, probabiliteti që një i ri 21 vjeçar në përleshje direkte të vras me pak të shtëna është relativisht i lartë nëse përplasja ndodh ballë për ballë. Kjo sepse në distancë të shkurtër dhe një qitje pasakt mund të jetë vdekjeprurse. Por ajo që është e rrallë është gjaktotësia pasaktit të vrasësh dhe të largohesh. Kjo është pjesa më e rrallë. Pasi ngjarje të tillë shumica e njerëzve pësojnë shok, panik ose ndalim fizik. Vetëm një përqindje e vogël, zakonisht më pak se 10% është një gjendje të ruaj kontrollin, të analizojë situatën dhe të largohet me vetdije. Këta janë zakonisht individ me një nga këto profile. Kanë përjetuar dhunë më parë, kanë qenë të ekspozuar ndaj armëve, kanë personalitet impulsiv dhe shkallë të ulët të stresit, kanë reakcion mbrojtjes të menjëhershëm që racionalizohet më pas. Në rastin e Daniel Pepës, nëse është vetëm 21 vjeç dhe ka qelluar menjëherë pasi ka parë mikun të vritet, kjo tregon një reagim emocional ekstrem për të kanalizuar si akt hakmarrje të menjëhershme. Jo gjaktotësi logjike, por refleks nderi. Pra gjaktotësia, largimi nga vendngjarja, nuk është mungesë emocioni, por është një shok. Por ka edhe një histori tjetër.
Ajo e thelbit kulturor të konfliktit, një refleks i thellë shoqëror që ka rënë tek rregullat zakonore të nderit dhe respektit publik në zona kryesisht si Manza. Në thelb, Flori Paluçi u përfshi për parimin "Ky është kamarieri që po rri me mua dhe në tavolinën time nuk ofendohet njeri". Ky lloj reagimi nuk është impuls i rastit. Është produkt i një kodi të brendshëm që në shumë vende rurale shqiptare funksionon ende më fort se ligji. Në vendet e vogla si Manza, rregullat e pashkruara vlen më shumë se ligjet e shkruara. Nderi, respekti dhe mënyra se si e trajton dikën në publik janë matësit e vlerës së një të riu. Edhe pse në një tavolinë ai që flet më ashpër nuk është gjithmonë më i fortë, por ai që ruan qetësinë e tavolinës është ai që komandon në respekt. Flori Paluçi, që atë natë ishte ulur në lokal, nuk reagoi për një filxhan kafe. Ai reagoi sepse dikush tjetër po fyente shokun e tij, i cili nuk e ka këtë forcë kundër përgjigje. Në logjikën e zakonshme të fshatit, kjo është një fyerje indirekte për mikun. Sepse nëse dikush fyen njeriu në tavolinën tënde, do të thotë që po të sfidon ty, po të prek autoritetin tënd. Në një qytet tjetër absolutisht në një situatë të tillë do të zgjidhej me impulsjeshje ironike ose me fjalën mos u merr me të. Në një vend si Manza, ajo fjalë do të interpretohej si dobësi. Kështu ndërhyrja e Paluçit ishte pjesë e të jetuarit në Manzë, dhe kështu ndodh. Një që mbron dikën për një fjalë, tjetri që fyen pse ndërhyn, se kujt i shkon fjala më shumë dhe se kush dominon armët në lojë. Ky është një detaj shumë i rëndësishëm, sepse shpjegon pse një ngjarje kaq e pa kuptim në dukje kishte një nëntekst shumë të fortë kulturor. Mos ma ul autoritetin në një lokal ku ka vetëm 3 veta. Pra ajo që ndodhi në Manzë nuk ishte një rastësi, nuk ishte një histori thjesht kafe. Ishte një ngjarje e cila pak a shumë do të ndodhte në mos sa të ditë, por një ditë tjetër. Sepse ka shumë të rinj që gjenden në orën 2 të mëngjesit të armatosur xhiro në një fshat i cili është shumë larg qytetërimit. Në kryeqytetin tonë në Tiranë, shumë pak lokale mund të gjesh në ato orë, e në lagjet kryesore të tij pothuajse 0. Për çfarë shërben një lokal i hapur në Manzë? Ka shërbim ekspresi apo jo? Sepse në ato orë aty lëvizin personat shumët, të armatosur, për një arsye. Ta janë pjesë të grupeve kriminale dhe bëjnë ato që din të bëjnë më mirë, ruajnë dhe patrullojnë zonat. E sigurt është që një fenomen shqetësues dhe fatkeqësisht shumë i dukshëm po ndodh në vitin e fundit në Shqipëri. Rritja e rasteve kur konfliktet e përditshme degradojnë në përdorim armësh tregon disa probleme të ndërthurur, jo vetëm vrasësinë e shoqërisë, por edhe çështje më të thella strukturore. Shqipëria historikisht ka patur një numër të madh armësh që qarkullojnë jashtë kontrollit shtetëror, sidomos pas viteve 97. Por armët që janë sot në duart e të rinjve nuk i përkasin 97-ës. Numri i lartë i tyre që gjenden në rrugë i çon të rinjt në pikën që shpesh marrin në dorë vetë zgjidhjen e konflikteve me anë të armëve. Njerëzit reagojnë me agresion, sidomos në ambiente si lokalet apo rruga ku ndihen të sfiduar publikisht. Papunësia, pasiguria, zhgënjimi me institucionet krijojnë një terren të favorshëm për tensione dhe sjellje të dhunshme. Një shoqëri në presion shpërthen më lehtë. Dhuna është bërë më e dukshme dhe sepse raportohen në shumë raste. Por mediat e kanë fajin e tyre. Edhe ato pasqyrojnë sensacion duke normalizuar në një mënyrë dhunën dhe duke i dhënë asaj pika romantike. Në thelb, ky fenomen është një kombinim i përhapjes së armëve dhe një kulture të dhunës që ende nuk po shuhet plotësisht në një vend si Shqipëria. Kuptohet, ushqehet nga mungesa e besimit tek institucionet, nga tensionet sociale. Vetëm gjatë këtij viti në Shqipëri janë parë sjellje me armë për një parking, për një cigare të hedhur pa dashje e kështu me radhë. Dhe në fakt, shoqëria nuk e gjen thelbin pse ndodhi. Thjesht thotë, si mund të zihen për një gjë të tillë. Në shoqërinë shqiptare të viteve të fundit është bërë gjithnjë më e dukshme një dukuri shqetësuese. Shumë të rinj në vend që të kërkojnë punë të ndershme, zgjedhin rrugë të shkurtra, shpesh të palishme, për të arritur mirëqenie materiale.
Pjesëmarrja e tyre në aktivitete kriminale apo në rrjete të dhunshme nuk është thjesht pasojë e mungesës së vullnetit për të punuar. Ajo lidhet me një krizë më të thellë shoqërore, ku mungesa e mundësive, humbja e besimit dhe deformimi i vlerave kanë krijuar një realitet ku krimi duket më premtues se gjithçka tjetër. Një nga arsyet kryesore është gjendja ekonomike e pasigurt. Të rinjtë shqiptar përballen me papunësi të lartë, paga minimale dhe treg pune të paqëndrueshme. Shumë prej tyre shohin se pavarësisht përpjekjeve dhe arsimimit, e ardhmja nuk ofron garanci apo dinjitet. Kështu që fitimi i shpejt përmes aktiviteteve kriminale, qoftë trafik, qoftë shfrytëzim informal, bëhet tundues, sidomos kur krahasohet me lodhjen e përditshme për një pagë me zi mban jetesën. Kjo ndjenjë zhgënjimi me sistemin ekonomik e shtyn një pjesë të rinjve të humbasin besimin tek puna e ndershme. Një faktor tjetër i fortë është mungesa e besimit te drejtësia dhe te shteti ligjor, kur shohin që krimi shpesh mbetet pa ndëshkim ose që personat me ndikim përfitojnë pa merit, të rinj ndihen të përjashtuar nga një sistem që nuk i shpërblen përpjekjet. Në një shoqëri ku ndëshkimi është selektiv dhe drejtësia shpesh e vonuar, mesazhi që përçohet është se ligji nuk vlen për të gjithë njësoj. Kjo i bën disa të besojnë se rruga e krimit është më e levërditshme se sa ajo e lishme. Gjithashtu, ndikimi i kulturës dhe i modeleve të rreme luan një rol të madh. Në rrjetet sociale, në muzikë apo në bisedat e përditshme, figura e të fortit shpesh glorifikohet. Paratë e shumta, makinat luksoze dhe pushteti që shfaqin disa individ me të kaluar kriminale krijojnë një imazh të rrem suksesi. Të rinj që nuk kanë përkraje familjare apo modele pozitive fillojnë ta shohin krimin jo si rrezik, por si rrugë drejt respektit dhe statusit shoqëror. Kështu kultura e dhunës dhe arrogancës zvendçon vlerat e ndershmërisë dhe punës. Në këtë mozaik shkaqesh, roli i arsimit është gjithashtu vendimtar. Sistemi arsimor në Shqipëri shpesh nuk i përgatit të rinjt për tregun real të punës dhe nuk i mëson aftësitë praktike që mund t'i ndihmojnë të krijojnë diçka vetë. Mësimi mekanik, mungesa e orientimit profesional, largësia e shkollës nga realiteti ekonomik i vendit i lë të rinj të paqëndrueshëm dhe të pasigurt në të ardhmen. Kur mungon orientimi dhe besimi se mund të arrish sukses me një ndershmëri, rruga e lehtë e krimit është zgjidhja perfekte. Megjithatë, ka dhe shumë të rinj shqiptar që nuk zgjedhin krimin, por përpiqen të ndërtojnë jetën me ndershmëri pavarësisht vështirësive. Ajo pakicë që devijon është produkti i një mjedisi ku mungon drejtësia, mbështetja sociale dhe edukimi i duhur. Prandaj zgjidhja nuk qëndron vetëm tek dënimi, por tek ndërtimi i alternativave. Në përfundim, dëshira e disa të rinjve për të mos punuar, por për t'u përfshirë në organizata kriminale, nuk është vetëm një problem individual, por pasqyrë e një shoqërie që nuk po i jep arsye të besojnë te puna e ndershme. Derisa të krijohet një kulturë ndryshe, antarësohemi apo jo në Bashkimin Evropian, duhet presim. Shpeshherë opinioni shqiptar i kalon trauma të tilla me fjalit si mund të vriten për një kafe, si mund të vriten për një ndeshje futbolli, si mund të vriten për një gërvishtje makine. Po, mund tjetë që shoqëria në këtë vend është e vrasht dhe agravuar. Por ka dhe arsye të tjera. Në një vend ku rinia ka vetëm një objektiv, të armatoset, të futet në trafikun e drogës dhe t'i përkasi një organizate kriminale, ngjarje të tilla nuk janë më për një ekspres të fikur për një ndeshje futbolli apo për një gërvishtje makine. Janë për të treguar se kush komandon në zonat caktuara, se kush është njeriu që duhet të luajë rolin e shefit. Ajo shpreha u vran për një kafe është bërë si një mënyrë për ta thjeshtuar dhe banalizuar një tragjedi. Por në fakt, shesh shumë më tepër se sa tregon. Në sipërfaqe duket sikur njerëzit vriten për arsye qesharake, për një fjalë, një kafe, një shikim. Por në thelb këto raste janë shenjë një shoqërie që nuk e ka zgjidhur dot problemin e vet të thellë, me dhunën krenarin dhe mungesën e drejtësisë. Kur themi u vran për një kafe, e minimizojmë problemin, sigurisht e diçka e pakuptimt, e rastësishme dhe si ja vlen ta analizosh më tej. E normalizojmë dhunën sepse e kthejmë në diçka të zakonshme, në një batut që thuhet si një reagim. Fshehim rrënjët reale, mungesën e institucioneve që funksionojnë, mungesën e besimit të ligjit dhe një kulturë ku nderi apo egoja shpesh vlerësohen më shumë se jeta njerëzore. Në realitet, askush nuk vritet vërtet për një kafe, pasi çdo ngjarje të tillë ka një zinxhir faktorësh.
ndjenja e pasigurisë dhe frikës, mungesa e komunikimit dhe vetëpërmbajtjes, edukata që nuk mëson zgjidhjen pa dhunë, mungesa e drejtësisë që e shtyn individin të marrë hak vetë. Dhe siç thuhet, sa herë që e kalojmë me një shprehje të tillë, ne e humbim mundësinë për të reflektuar dhe për të ndryshuar diçka. Dhe sërish ndodhin ngjarje të tjera. Kjo është shoqëria shqiptare. Asnjëherë nuk fokusohet aty ku ka ndodhur problemi. Gjithmonë e kthen në një temë diskutimesh pa vlerë, ndërsa jetët e të rinjve shkojnë, e të tjerë do të përndiqen nga shteti për vite me radhë, apo nëse kapen, rrezikojnë burgimin e përjetshëm. Histori të tilla, si ajo që ndodhi në Manz, ka ndodhur dhe më herët në Shqipëri. E gjithmonë ne i kemi kaluar me ato batutat për se si ka mundësi shoqëria mund të shkojë deri në këtë pikë. Shoqëria shqiptare vazhdon të mbetet e vrazhd. Në gjuhën e përditshme shqiptare, fjala të vrasë përdoret me një lehtësi befasuese, në shaka, në zemrim, madje edhe në mënyrë shprehse, si një mënyrë për të dreguar nervozizëm apo forcë. Kjo nuk është thjesht një çështje fjalësh, është një pasqyrë e një mentaliteti që rrënjët i ka thellë në histori, kulturë dhe përvojën kolektive të shqiptarëve. Për shekuj me radhë, shqiptarët kanë jetuar në kushte tashpra gjeografikisht, ekonomikisht dhe politikisht. Jeta gjatë gjithë kohës në male, mungesa e shtetit qëndrueshëm, pushtimet e një pasnjëshme kanë krijuar një kulturë të mbijetesës ku forca dhe qëndrueshmëria ishin vlera thelbësore. Në mungesë të institucioneve njeriu duhet mbrojë vetë me fjalë me nder dhe nëse duhej me armë. Kështu u krijua kultura e burrrisë dhe akmarrjes, ku çdo fyerje shihej si një rrezik ndaj nderit personal dhe reagimi i ashpër bëhej mënyra e vetme për të ruajtur respektin. Në shumë zona shqiptare, sidomos me ato me ndikim të fortë të kanunit, dhuna nuk shihet thjesht si agresion, por si një mjet për të ruajtur nderin dhe për të fituar respekt. Në një shoqëri tradicionale ku vlera e individit matet me mënyrën se nuk lejon të shkelet, ashpërsia dhe vrasësia janë bërë simboli forcës. Kështu me kalimin e kohës, fjala të vras humbi kuptimin literal dhe u bë shprehje e forcës dhe e dominimit verbal, një mënyrë për të imponuar respekt dhe paveprim real. Shqiptarët flasin shpesh me pasion dhe intensitet. Temperamenti i zjarrit bën komunikimin me të drejtë për drejtë, shpesh pa filtr emocional. Kështu fjalë të rënda si të vras, të thyej, ta bëj këtë punë keq përdoren si shprehje të tensionit apo afrimit. Jo domosdoshmërisht si kërcënim real, por ky normalizim gjuhësor ka pasoja. E ulur ndjeshmërinë ndaj dhunës dhe e bën shoqërinë më pak të kujdesshme ndaj mënyrës se si flet dhe vepron. Në shumë familje shqiptare, fëmijët rriten duke parë që nervozizmi, britma apo kërcënimi janë mënyra normale për të fituar autoritet. Shkollat rrallë mësojnë edukatë emocionale, tolerancë apo mënyra paqësore e komunikimit. Në rrjetet sociale, muzika dhe filmat shpesh e përforcojnë këtë model të fortit që zgjidh çdo gjë me dhunë. Kështu brez pas brezi, vrasësia riprodhohet, jo si karakter natyror, por si model kulturor i mësuar. Histori të tilla ndodhin shpesh në Shqipëri. E shoqëria i kalon gjithmonë me batutat si mund të ndodhi një gjë e tillë për një ekspres e kështu me radhë. Por në fakt, rrënjët janë më të thella. Rrënjët i përkasin jo vetëm shoqërisë që t'i presi, por i përkasin mbi gjitha shtetit. Por ka një zgjidhje. Nëse të rinj nuk do të kishin armë dhe konfliktet do t'i zgjidhin me grushta apo me fjalë, sigurisht që niveli i dhunës fatale do të ishte shumë i ulët. Një përleshje fizike sado e ashpër rrallë përfundon me humbje jete, ndërsa një armë në sekonda mund të kthejë një debat si ngjarja e Manzës në një tragjedi. Edhe pse në Shqipëri në 2 vitet e fundit kemi parë që edhe një konflikt pa armë nuk është domosdoshmërisht pa gjakderdhje, nëse kultura e dhunës mbetet e njëjtë. Kujtojmë që në Pogradec apo në Vlorë vetëm me një grusht janë parë goditje të rënda. Nëse dikush ndjen se duhet fitojë me çdo kush edhe pa armë, mund të përfundojë në plagosje të rënda apo akmarrje. Pra problemi nuk janë vetëm armët, por edhe mënyra se si individët e shohin nderin, respektin dhe mënyrën e zgjidhjes së konflikteve. Në thelb ulja e armëve në rrugë do t'ulte ndjeshëm gjakderdhjen. Sepse ndryshimi i mentalitetit është thelbësor që konfliktet të mos përfundojnë në dhunë, as me grushta dhe as me armë.
Ekspertët në Shqipëri në 2 dekadat e fundit, duke qenë në një krizë analitike apo në mungesë të resurseve për të kryer analiza të hollësishme risku, ngrenë si shqetësim marrëmbajtjen pa leje, si një rezultat i asaj që po ndodh sot. Ky ka qenë një ndër shkaqet për ta se situata e krimit të rënd të vrasjes mund të parandalohej nëse do të ishte një kontroll më i imtësishëm për sa i përket armbajtjeve pa leje. Kohët e fundit një situatë e tillë është duke u përqendruar edhe nga kryeministri i vendit, që i mëshon shumë faktit se të gjithë me armbajtje pa leje po lëshohen më herët nga gjykatat. Mirë po, nuk ka një studim mirëfilli në Shqipëri për një gjë të tillë. Kur një fenomen nuk e analizon dot, gjen gjithmonë një formë përgjithësuese, e cila është një bindje për të gjithë se në fakt ndikon. Vrasjet aty për aty zën vetëm 5% të totalit në Shqipëri. 95% që tjetër i atribuohet i gjithë i vrasjeve me paramendim. Shqipëria në aspektin ligjor ka ndryshuar disa herë nenin e armbajtjes pa leje, duke kërkuar rritjen e dënimit për ata që mbajnë armë pa leje, dhe kjo nuk e ndryshoi as pak situatën kriminale në vend. Tani po përgatitet një ndryshim tjetër në Kodin Penal shqiptar, i cili do të dyfishojë një gjë të tillë. Kodi Penal shqiptar, ai aktual, mbajtja e armëve shpërthyese ose lëndëve plasese në automjete apo në çdo mjet tjetër të motorizuar në mjedise publike ose në mjedise të hapura për publikun pa lejen e organeve kompetente shtetërore dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet. Mbajtja e municioneve luftarake pa lejen e organeve kompetente shtetërore përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjob ose me burgim deri në 2 vjet. Mbajtja e armëve në banesë pa lejen e organeve kompetente shtetërore dënohet me burgim nga 1 deri në 3 vjet. Mbajtja e armëve shpërthyese ose lëndëve plasese në banesë pa lejen e organeve kompetente shtetërore dënohet me burgim nga 1 deri në 4 vjet. Prodhimi, shitja, blerja, ofrimi për shitje, tregtimi dhe transportimi i armëve dhe i municioneve luftarake, lëndëve plase i armëve shpërthyese pa lejen e organeve kompetente shtetërore dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet. Por kjo vepër e parashikuar nga paragrafi 5 i këtij neni, kur kryhet në sasi të mëdha në bashkëpunim më shumë se një herë ose ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vjet. Ashtu siç shihet edhe me kodin në fuqi që kemi, është tejet i ashpër. Në pamje të parë duket sikur Shqipëria bën gjithçka për armbajtjen pa leje, por afërsisht 300 arrestime në vit janë vetëm maja e icebergut, në raport me përmasën reale të problemit. Sepse prej tyre vetëm 200 prej të arrestuarve marrin vetëm gjysmën e dënimit të parashikuar dhe të tjerët më pak. Pra, mund të kemi arrestime, por kjo tregon një politikë penale të butë. Rezultati, mungesë frike nga ndëshkimi, përsëritje e sjelljes. Në thelb ligji ekziston, por zbatimi nuk ka forcë parandaluese. Po kështu ndodh edhe me armë të ftohta. Rreth 200 raste në vit dhe vetëm 70 dënime reale janë shumë pak. Në kontekstin e dhunës urbane, ku shpesh përdoren thika apo mjete prerse, kjo tregon mungesë monitorimi efektiv dhe tolerancë shoqërore ndaj këtyre lloj armësh. Në vend që të kufizohet qarkullimi i armëve, fokusi është ende tek arrestimet pas aktit. Akoma më keq, në disa zona arma shihet ende si një model statusi apo mbrojtjeje personale. Kjo e bën të vështirë që ndëshkimi penal të ketë efekt shkurajues, sepse problemi është kulturor dhe social, jo vetëm juridik. Shifrat nuk mbeten premtuese në raport me shkallën e përhapjes së armëve në Shqipëri. Ato tregojnë se policia ka një nivel të caktuar kontrolli, por drejtësia dhe politika penale mbeten të buta dhe mungon një strategji afatgjatë për të ndaluar trafikun e armëve. Shqipëria është fokusuar vetëm në trafikun e drogës. Do t'ju rrëfejmë tani një histori të vjetër, nga e cila ku çdo mund të nxjerrë një përfundim sepse ndodhi. Rrëshen, 2 ditë përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2001 në Shqipëri. 4 shok, të cilët po pinin kafe dhe alkool në një lokal. 3 prej tyre do të votonin Partinë Demokratike. 1 prej tyre ishte kundër. Në agravim e sipër, dikush prej tyre, atë që do të votonte Partinë Socialiste 2 ditë më vonë, e qëllon në kokë. Ai ndihet i fyer. Shkon në shtëpi, merr Kalashnikovin dhe i vret të 3. A ishte kjo një vrasje vërtet për votën e tyre të pas 2 ditëve? Apo ishte thjesht një rregull zakonor midis të 4-ve? Por mbi të gjitha, a mund të vriten
shokët për një gjë të tillë. Ngjarja ka më shumë se 2 dekada që ka ndodhur. E si kjo histori pas 2 dekadave ka pafund. Ngjarja për cilën po rrëfejmë daton 24 vite më parë. Aso kohë ajo do të trondiste vendin. Një ditë përpara zgjedhjeve të përgjithshme, ata u grindën se kush do të fitonte. Në fakt asnjë prej tyre nuk ishte pozicion politik. Ishte thjesht një histori mes shokësh, me tonë dhe debate të forta se kush do të fitonte. Zgjedhjet një ditë më vonë. U diskutua për të gjatë në opinionin publik se si miqt mund të vriteshin edhe për një fjalë goje të nxitur nga ideja se për kë do votonin. Ishte një situatë pak e çuditshme që arma mund të shkonte deri aty. Mos harrojmë që armët në fushata elektorale dhe proceset zgjedhore në Shqipëri janë nxjerr. Por kjo është totalisht për një tjetër arsye. Është e gjitha vetëm për një debat, ai ishte politik. Ishte PD-PS. Më vonë, zënkat shkuan deri në vdekje në Shqipëri edhe për një ndeshje futbolli. Disa të rinj shumë kohë më vonë regjistruan një vrasje tronditse në kryeqytet për një karikues telefonit të vetëm. Diku edhe për një reflektim se më fyu dhe më shau ka patur vrasje, e të tjera me radhë. Këto janë histori të vjetra të ndodhura në këtë vend, të cilat asnjëherë nuk janë marrë në konsiderat dhe ndajmë vim në një pikë të tillë si kjo e sotmja. Ndërkohë që në kryeqytet, kur do të ndeshesh me një njeri të cilin e ke inat, po nuk po përballesh dot, çfarë bën krimi? Krimi ka filluar që të zihet për çështje morali. Çon një vajzë me cilin mund ta ketë paguar dhe krijon alibin se e ka mbes dhe ti ja ke ngacmuar. Mënyrat e krimit për të gjetur telashet dhe përballjet ashtu siç i do janë të shumtë. Gjithkush duhet ketë kujdesin e tij të mos përfshihet në to. Karemi me femrat. Në Shqipëri krimi po ndryshon fytyrë. Nuk ka më gjithmonë atentate në rrugë, makina që shpërthejnë apo përplasje të hapura me armë. Sot një nga mjetet më të reja që po përdor mafia shqiptare është joshja. Një vajzë, një bisedë, një foto, një ftesë në rrjetet sociale dhe pas tyre një kurs i përgatitur me kujdes. Burimet policisë dhe ekspertë të sigurisë flasin për një taktik që po përdoret gjithmonë më shpesh në konfliktet midis grupeve kriminale. Në pamje të parë duket si histori dashurie, por në prapasken gjithçka është strategji dhe pagesë. Por tema që diskutuam sot nuk ka të bëjë me kurset e paramenduara, për vrasje është një tjetër temë. Është ajo që për t'u grindur do e mos me dikën la gjithmonë një konflikt banal, i gjithë i bazuar pikërisht tek një ngacmim në thonjza. Edhe nëse nuk e sheh, të sheh ajo dhe të sjell probleme. Qëllimi është i qartë. Nëse në një vrasje është ajo që afrohet me një person që konsiderohet kundërshtar, ta njohë, ta fotografojë, t'i fitoj besimin, t'i zbuloj zakonet, oraret, vendet ku lëviz, në rastin konkret janë pikërisht të tjerët që kanë parë gjithçka. Din ku kalon ai dhe vajza vetëm duhet ta provokojë. Si të filloj konflikti. Pra nuk është thjesht një joshje, është dhe një provokim i pastër për të filluar një konflikt. Në disa raste, vetë vajzat nuk janë pjesë të vetëdijshme të këtyre planeve. Në raste të tjera, janë pjesë e kulturës kriminale, që përdorin joshjen apo provokimin si armë për të ndeshur me rivalin. Në rrjetet sociale, një like apo follow është pjesë e nisjes së një lufte. Përfundimisht një ekspres nuk vret, as një kafe, as një ndeshje futbolli dhe as një votë, as një ngacmim i një vajze nuk mund të vrasi. Për të vrarë, vret arma, e armën e lëviz ai që është nisur për të bërë një rrugtim të tillë. Rrugtimin për të qenë një vrasës, një trafikant e kështu me radhë. Çdo kush ka të drejtë të zgjedhë rrugën e tij. Shpresojmë që çdo kush të zgjedhë rrugën e drejtë. Natën e mirë dhe paçifat.